nëse prindrit e mi janë të padrejt ndaj gruas sime, si duhet të veproj? Dush me dal krah gruas, pa i nënçmu prindrit edhe pa u tregu i pa edukum me ta, me fjalë të mira, me fjalë të buta. Nëse shet që asësi nuk po ndryshon gjendja dhe ka puna deri tek ma ka serioz puna, për shembull deri tek ndonjë smundje stakfirullah që s'duhet normal me toleru, po unë po e përmeni si shembull, se s'kam qef me thonë dikush qysh me pru punën me të smu gruja. Jo, mos me pru punën. E shet që s'ka ratlëk, këto probleme po bon pasaj më të mëdha mundët me ardhe të shkruarzimi, atë në këtë rast, dush mi thonë prindërve, nëse vazhdojmë kështu dhe s'përmirësohet gjendja, jo i bën padrejtësi, atëherë ma mirë mund nda. E merr gruan del me një banesë tonë. Pastaj respektoj babën e nanën që falni se po thrasin telefon. Në rregull këto janë, por se domethënë edhe e gruan tonë gjithsesi me mbrojt. Sepse haki është hak, pa marrë parasysh baba, nana, kush është haki hak.